Kohë më parë, kur piramidet sapo ishin ndërtuar, mbretërit egjiptian luanin një lojë me fuqi të madhe dhe të frikshme. Por këto lojra të errta u kin, duke e burgosur brenda sendeve mistike të mijëvjeçarit. Tani 5000 vjet më pas, një djalë i quajtur Yugi zbulon sekretin e 5000 vjet më parë. Është koha për duel! Toka për Join! Hey, apo më dëgjon? Është radha jote tani. Oh, asë është i lezetshëm kur mendon. Hey, Yugi po më mëson si të luaj me duel për bindëshash. Për bindësha i Argavitës. Për bindëshat në duel, more trollak. Ata u bënor që rinë ashtu. Joy tani ka filluar t'ja marrë dorën lojës, por Yugi është një ekspert. Në rregull, Yugi. Është koha për duel. Shiko, çdo letër ka një numër sulmi dhe një numër mbrojtje. Kundërshtari i parë që shkatron pikët e jetës së shokut të tij fiton duelin. Lëvizje shumë e mirë, a Yugi? Po? Lëvizje shumë e mirë, por jo aq e mirë sa duhet. Çfarë? Shumë faleminderit. Një letër aq e fuqishme më shkatëron fare. Wow, je i dobët në këtë lojë, Joy. Haha, ti je shumë mirë, Joy. Unë thjesht kam letra më të mira. Shiko, gjyshi im ka një dyqan lojrash dhe unë i marr letrat prej tij. Dyqanin tënd të lojrave? Çfarë po presim atëherë? Le të shkojmë. Në rregull, ndoshta mund ta bind gjyshin që të na tregoj një letër super të rrallë që ka. Letër e rrallë? A mos ka gjetur atë letrën që kam kërkuar unë? Gjysh, erdha në shtëpi? Dhe shoq që ke sjell shok. Gjysh, a mund t'i tregosh shokëve të mia atë super letrën tënde të rrallë? Letrën e rrallë? Letrën time të veçantë? Të lutem, të lutem. Të lutem shumë. E si mund mos pranoj? Ju djema do të shikoni diçka të veçantë. Unë nuk e nxjerr shumë shpesh këtë letër. Gati? Ja ku është. Dragoi i bardh sy blu shumë i rrallë i fuqishëm sa që nuk e lëshoi kurrë nga dora. Mrekulli. Mua s'më duket edhe aq e veçantë. Kjo letër është e paçmuar. Të tilla ka vetëm 4 në të gjithë botën. Me që fole për çmimin jam gati ta shkëmbejm. Jo këtë letër. Ha? Jo, se kisha fjalën për atë. Por më trego disa letra të tjera të bukura që të filloj një herë. Përshëndetje, a mund t'ju ndihmoj? Nëse s'më ndihmon dot, nuk do të habitesh afare. Se to Kaiba? Kaiba? A nuk është ai vetë drejtori një kompanie shumë të madhe? Çfarë do këtu ai? Jo, nuk është puna juaj kjo, por kam ardhur të shoh letrën. Ej, edhe ty të pëlqen dueli për bindshave? Kjo është e përsosur, ndoshta mund të bëjmë duel së bashku një ditë. Unë, që të bëj duel me ty, është më sfiduese po të luaj solitarin. Çfarë? Unë jam lojtari i rangut të parë në vend dhe favorit për fituar kampionatin e duelit për bindshave. Ti s'do të duroje do tas 2 minuta në duel kundër meje. Po dridhem. Ndoshta duhet ta zgjidhim me grushte këtë dhe jo me letra. Wow, me rreshtruar, Joy. E po Yugi, Kaiba po e kërkon vet. A ka ky dyqan ndonjë letër që ja vlen apo jo? Hey! A është e mundur dragoi i bardh sy blu në një vrim si kjo? Është letra që unë kam kërkuar. E po mjaft e pe. A mund të të ndihmoj me ndonjë gjë tjetër? Më dëgjoj këtu, plakush. Më jep letrën e dragoit sy blu dhe do të t'i jap të gjitha këto këtu. E bukur, por jo falenderit. Mirë, nëse nuk e shkëmben ndoshta do ta shesësh. Vëri çmimin, unë mund paguaj sa duash.
Jam i bindur se mundesh, por kjo letër vlen për mua më shumë se ç'mund të më afrosh ti. Jo për shkak të fuqisë së saj apo sepse është e rrallë, po për domethënien e saj për mua. Këtë letër ma ka dhënë një mik i ngushtë, dhe unë e ruaj këtë letër ashtu siç e ruaj shokun tim. Prandaj është jashtë logjike që të ndahem me të. Jo. Ti do ndjeshe një lloj edhe sikur të ishte një letër e thjeshtë, apo jo gjysh? Pikërisht. Dëgjoj, kjo letër e çmuar është lidhur me zemrën time. Mirë, dëgjova mjaft marrëzi deri tani. More plaki ma të fepsur. Zemrën tek letra, qesharake. Këto letra kanë të bëjnë me fuqinë, dhe në një mënyrë ose në një tjetër letra e ti me dragojnë e bardhë sy blu do të bëhet e imja. Zotrin, duhet që të merrni diçka të vogël për mua tek dyqani i vogël i lojrave. Me kënaqësi, patroni Kajba. Mirëmëngjes. Padroni im Seto Kajba të bën sfidë në një duel. Ti do të vish me ne tani. Po në qoftë se unë do të refuzoja. Unë kam frikë se duhet të ngul këmbë. Kajba i ri nuk kupton, por unë do t'i jap një mësim atij për zemrën e letrave. Wow, shpresoj të ketë disa letra të mira sot. Po, Edhe unë. Në rregull gjysh, u ktheva të marr letrat e tjera. Gjysh, jam në shtëpi. ndoshta ai ka dal. Ndoshta, po derëm se e ka lënë hapur. Alo, dyqani i lojrave. Jugi, mrekulli. Ti e Kajba? Gjyshi yt ka ardhur këtu për vizitë, por nuk ndihet shumë mirë. Pse nuk kalon tek zyra ime që ta marrësh atë? Kajba, çfarë ke bërë kështu, Kajba? Gjysh, a ndihesh mirë? Jugi, unë dështova. Doja ati ipja ati djalit Kajbës si një mësim për zemrën e letrave, por humba. Gjysh! Si ndihet plakushi, Kajba, more dinak, çfarë i ke bërë kështu? Ne bëm një duel vetëm kaq dhe secili prej nesh vuri si çmim letrën e tij më të mirë. Por mendoj se kjo lojë që bëri kundër një kampioni si unë ishte stimulimi tepërt për plakushin e marr. Kajba, të vi turp nga vetja. Ishte e drejtë. Dhe shikoni se çfarë çmimi të ëmbël kam fituar. Letra më e vyer e gjyshit. Po, dragoi i bardh sy blu është një letër e rrallë dhe e fuqishme, dhe kjo nuk do të përdoret më kurrë kundër meje. Dragoi im i bardh sy blu, thesari im. Të lutem gjysh, mba fort. Si e bëre një gjë të tillë? Jugi, urdhëro, merre këtë. Gjyshim! Unë i kam mbledhur këto letra, e kam vënë shpirtin tim tek ato, dhe të kam mësuar gjithçka që di, Jugi. Merri letrat e mia dhe mësoj atij respekt. Mësoj Kajbës respekt për zemrën e letrave, Jugi. Por, të lutem gjysh, ti ke nevojë për ndihmë, duhet të shkoj në spital. Më duket si justifikim. Miqtë e tu mund të kujdesen për gjyshin tënd, ndërsa unë dhe ti do të bëjmë një duel. Pranoje, Jugi! Kujdesemi ne për gjyshin tënd, ndërkohë që ti merresh me Kajban e frikshëm. Mësoj atij djalit të pasur e të llastuar çfarë është një duel i vërtet. Për gjyshin tënd, Jugi. Po, nuk e di. Më beso, ti je lojtari më i mirë që njoh. Ke edhe mozaikun e 1000 vjeçarit. Ti mund t'ja dalësh, Jugi. E di se mundesh. Të gjithë e dim. Në rregull gjysh, do ta bëj. E di se do ta bësh, birim. Shok, afrojeni duart. Edhe do t'ju vendos një shenjë të veçantë. E përse kështu teja? Është simboli i miqësisë son, prandaj kur Jugi të luftoj pavarësisht nga vështirësia e tij, ta di se nuk është vetëm, ne të gjithë jemi aty. Joy, unë dhe Tristani do ta çojmë gjyshin e Jugit në spital. Kurse ti ktheu aty dhe inkurajoje fort Jugin. Në rregull, kujdesu mirë për të, Teja. Unë e kam projektuar vetë këtë stadium virtual, mbreslënës, Mendoj se je dakord, i shton pak më tepër emocion lojës. Secili nga ne do të filloj me 2000 pikë jetë, lojtari i parë që shkon në 0 humbet. A je gati të luash rënd? Koha e lojës mbaroi tani, Kajba. Yu-Gi-Oh!
Tani, Kaiba, përgatite veten, sepse është koha për duel. Sistemi virtual është gati. Prandaj le të fillojmë. Unë do të sulmoj me gigantin e madh Itazumi. Mbroje veten Yugi, nuk e bër kur duel të tillë. E ka sjell në jetë këtë përbindjen e letrave. Është simulatori im virtual. Ai krijon holograme të vërtet nga çdo përbindësh dueli. Pra kjo është mënyra se si e mundet gjyshin tim. E po tani është radha ime. Unë thëras dragojnë me krah, lojtari i fortesës. Wow, përbindja të vërtet. Sul me topa zjarri! Vëllai i madh, a ndjehesh mirë? Ura, të lumt Yugi. Luaj dhe mirë Yugi si fillestar, por kësaj si do t'ja bësh tani? Sogi, kloni i zi, por ajo letër nuk ka asnjë fuqi për sulm. E vërtet që sulmi i dragoj tënd është 1400, ndërkohë që e klonit tim të zi vetëm 600, por nëse kombinoj me këtë letër... Një letër magjike. Pikërisht, generatori energjisë negative. Ai shumë t'i shon trefish sulmet e përbindshit tim. Kloni zi sulmo me dritën e zezë. Si që mund të shohësh, është shumë më mirë të kombinosh letrat. Ai është i Zoti, i di shumë mirë të gjitha hollësitë e lojës. Por gjyshi imi dha gjithë njohuritë e tij të lojës, gjithë shpirtin e tij për të ndërtuar këto letra. Duhet të besoj se ka ndonjë strategji sekrete. Kjo letër s'ka vlerë. Nuk e mund dot klonin e zi me këtë. Duhet të përdor ndonjë përbindës tjetër. Dikë u mbrojtur, përbindësi do të sakrifikohet, por pikët e jetës sime do të shpëtohen. Sulmi me dritën e zezë! Bahu fort, Yugi! Ti nuk që nga s'pak me i zoti se plakushi yt, Yugi. Dora jote është po aq e dobët dhe brish sa e gjyshit tënd. Gjyshi im është një njeri i madh dhe një garues shumë më i mirë se çdo tjeshti. Ai më besoi mua letrat e tij dhe unë ndjej zemrën e tij në këtë dorë. Unë nuk besoj se ti ke atë lloj besimi tek letrat e tua, Kaiba. Çfarë? Kurse unë besoj tek letrat e gjyshit tim. Dhe besimi im është përblen me Kajan, kalorësin e egër, me fuqi shkatruese të 2300 pikëve. Të lumt Yugi! Në rregull, Kaiba, radha jote. Kjo do të mbaroj më shpejt nga sa mendon ti. Unë do të thëras dragojnë sy blu të bardhë. Nuk ka mundësi. E pa mundur, e pam Kaibën që e grisi në dysha të letër. U habite? Kujtove se gjyshi yt ishte i vetmi që kishte një dragua sy blu të bardhë? Kalor si yt i fuqishëm u shkatrua. Ke besim ose jo, ti do të gjunjëzohesh para përbindshave të mi të fuqishëm, Yugi. Kjo loj ka të bëj vetëm me fuqin, more tuaf. Besimi është për dështakës si gjyshi yt Miran. Në gjithë botën tënde nuk ka asnjë letër që mund të përballet me dragojnë sy blu të bardhë. Atëherë çfarë shpresë ke ti kundrejt këtij? Pra përse se pranon humbjen, Yugi? Mos hiq dorë, Yugi! Unë nuk do të heq dorë. Gjyshi ka besim tek unë. Një letër magjike. Shpatat e dritës së madhe! I ndalon të gjithë përbindësat të fush për 3 radhë. Sa dëshpëruese. Çfarë mund të bëj ty një vonesë prej 3 radhësh? Ai ka të drejtë. Çfarë do të bëj? Nuk e gjej dot se çfarë do të bëj me këto letra. Ato janë thjesht disa pjesë. Si duhet i përdor për të luftuar kundër një eksperti si Kaiba?
Je njëri që thua se ke besim, megjithatë po heq dorë shumë lehtë, Yugi. Dëgjoj, ndonjëherë letrat janë si mozaiku. Duhet të vendosësh gjithë copat e ndryshme në vendin e duhur. Si mozaiku i 1000 vjeçarit? Pikërisht, çdo pjesë të ndihmon të ndërtosh një gjë më të madhe. Qysh? Si pjesët e një mozaiku, Yugi. Mos e harro. Mozaik? Se janë letrat si një mozaik? Prit, gjysh i tha një herë që... Dueli i përbindësave ka vetëm një përbindës të pandalshëm, Exodian, por ai mund të thirret vetëm kur tërheq 5 letra shumë të veçanta. Një gjë që deri më sot askush nuk e ka bërë kurrë. Mjaftu vonove, Yugi, ose do të lësh lojën. Unë se lë kur lojën. Një tjetër pjesë e mozaikut. Nxirr kë letër të duash, nuk ndryshon dot asgjë. Dragonjtë e mi mund të jenë të ngrirë edhe për 2 radhë, por përbindësi i ri nuk i nënshtrohet kësaj magjie. Gjykatësi me një fuqi sulmuese 2200 pikë. Unë mund të sulmoj me magjistarin e zi, por ata nuk do të kenë asnjë shans kur përbindësat e Kaibës të lirohen nga magjia ime. Magjistari i zi! Sulmo! Gjykatësi yt po bie. Një sakrificë që nuk më dobëson fare. Edhe pse duhet të pres edhe një radhë, letra ime e radhës është dragoi i tret, sy blu i bardhë. Tani dragoi im, sulmo! Më thuaj pra, Yugi, si është besimi yt tani? Në lëvizjen time të radhës të 3 dragonjt sy blu të bardhë janë të lirë të sulmojnë. Kjo lojë mbaroi pavarësisht letrës që do të tërheqësh. Nuk përballesh dot me 3 dragonjt e mi të bardhë sy blu. Mbaro, Yugi, ti s'ishe kur kundërshtar për mua. Mos e dëgjo atë, Yugi! Kaiba kishte 3 sy blu që në fillim. Ai e donte letrën e gjyshit vetëm që të mos përdorej kundër tij. Mundësia ime e vetme është të mbledh të gjitha pjesët e Exodias, por nuk ka të ngjarë. Nuk besoj se mund ta bëj dot këtë. Letrat, i ndjej dyshimet e mia. Mos e humb përqendrimin, Yugi. Mos e humb besimin. Përqendro. Simboli miqësisë sonë. Yugi, ne jemi këtu me ty. Yugi, ti duhet të besosh tek vetja. Mund t'ja dalësh, mund e shpejt Kaibën. Ata kanë të drejtë. Unë duhet të besoj tek letrat siç besojnë miqtë tek unë. Trish letrën tënde të fundit dështaku, Yugi, që t'i japin fund. Letrat e gjyshit tim nuk kanë asgjë dështake, Kaiba. Por ato përmbajnë Exodian e pandalshëm. Ajo e pamundur! I kam mbledhur të 5 letrat e veçanta, të 5 pjesët e mozaikut. Exodia! Nuk është e mundur! Askush nuk ka mundur që ta thoras ata! Exodia! Shparosi! Ja dole! Fitove, Yugi! Kjo nuk ka mundësi. Vëlla im nuk humbet kur. Ti Kaiba luan vetëm për pushtet, dhe për këtë arsye ke humbur. Por nëse e vë zemrën tënde në lojë, nuk ka gjë që nuk e bën dot. Po si arrita që unë të humbja? Kaiba, nëse do ta dish me të vërtet, hape mendjen tënde. Ja pra, Kaiba, ndoshta tani do të fillosh të shohësh vërtet. Gjyshi u zgjua. Yugi fitoi. Zoti Pegasus, zotrisë e to Kaiba, kampioni ynë pa diskutueshëm është mundur në një duel, zotri, nga dikush me emrin Yugi.